Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në këtë muaj të shenjtë. Shpresoj që të keni kaluar mirë sot këtë ditë, të agjëroni me shëndet të plot dhe uroj me zemër që Zoti t'u pranoj lutjet dhe t'u pranoj dëshirat që ju shprehni në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Sonte do të flasim për rëndësinë e këtij muaji, sonte do të flasim për vlerën e agjërimit, sonte do të flasim për syfirin e bukur, do të flasim për tryezën fantastike që muslimanët shtrojnë në këtë muaj të shenjtë dhe me kënaqësinë më të madhe e pranoj ftesën për të qenë bashkë me mua në studio në këto edicione kushtuar festës së madhe muajit të shenjtë të Ramazanit, hoxha i nderuar Bedri Lika. Hoxha i nderuar, faleminderit shumë që na respektuat në këtë muaj të shenjtë, që nëpërmjet fjalëve tuaja të bukura, nëpërmjet shpjegimeve tuaja të bukura të kontribuojmë sa më bukur tek publiku jon i dashur për të kaluar me mësime fetare në këtë muaj kaq të madh. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të jem në mesin e juaj në këtë emision. Po ashtu kemi një kënaqësi të veçantë që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Kemi një motiv shtesë shpirtëror që të jemi më ndryshe, për arsye se ky muaj është ndryshe nga muajt tjerë. Andaj detyrimisht ky muaj na detyron të ndryshojmë në mendimet tona, në ndjenjat tona, në sjelljet tona. Dar Zoti i Madh që këtë muaj ta kalojmë ashtu si është më së miri, ashtu si na porosit Zoti i Madh që t'i shfrytëzojmë ato mirësitë, ato të mirat e këtij muaji të bekuar, që t'i përvetësojmë ato në shpirtin tonë, në mendjen tonë, e që të reflektojmë të mirat e atyre virtiteve që i përfitojmë në këtë muaj të Ramazanit, dhe që të arrijmë kënaqësinë e Zotit në këtë botë edhe në botën tjetër. Shpresojmë. I nderuar Hoxh, çfarë është Ramazani? Është një ndër muajt më të shenjtë, është një ndër muajt më të bukur dhe në fakt gjatë muajit kaluar që po e prisni me shumë dashuri ishte një frymë shpirtërore e bukur që ndoshta nuk ka fjalë për ta përshkruar. Është interesant se para se të fillon Ramazani, muaj para prak, vetëm se fillon të ndryshon ambienti, fillon njeriu të përgatitet në aspektin shpirtëror, në aspektin psiqik, çdo kush me ato mundësitë e veta që ta mirëpres në gjendjen më të mirë Ramazanit. Ramazani në rend të parë si obligim fetar është një prej shtyllave të fesë islam. Ashtu siç na ka treguar pejgamberi alayhis salam, ku thotë se Islami si fe madhështore e ka bazamentin e saj, mbi të cilat rrjedhin dhe degëzohen gjitha degët e Islamit. Ato janë 5, ashtu si na ka treguar pejgamberi alayhis salam. E para është shahadeti, është dëshmia, artikulimi i shahadetit, në rend të parë të bindesh në atë që e thua, është ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammeden rasulullah, dëshmoj se adhurimi me merit i takon vetëm Zotit dhe se Muhamedi ka qenë rob dhe i dërguar i Zotit. Kjo është shtylla e parë, është qelsi i Islamit. Pastaj vjen namazi, e pastaj vjen agjërimi, pastaj vjen zekati dhe vjen haxhi si obligimi 5 i Islamit. Muaji i Ramazanit është një obligim që i ka specifikat e veta, i ka veçoritë e veta. Është një obligim dhe një adhurim që dallon prej namazit, dallon prej zekatit dhe dallon prej haxhit. Është një adhurim që përsëritet një herë në vit dhe është një ibadet, një adhurim që i ka të lejuarat e veta dhe ndalesat e veta. Generalisht, ky ishte Ramazani në pika të shkurta si obligimi 5 i Islamit. Cilat janë ato obligime që ka çdo besimtar gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit? Besimtari në muajin e Ramazanit nuk i shton obligimet bazë
të islamit, ai duhet t'i ketë vetëm se para islamit. Për shembull, shahadeti namazin. Namazin duhet ta falë besimtari edhe para Ramazanit edhe pas Ramazanit. Se Normalisht. është një obligim ditor, duke fillu prej namazit të sabatit deri te namazi i yatsis, deri te namazi i mbrëmjes. Po ashtu edhe obligime tjera që i kemi karshi Zotit dhe karshi tjerve janë obligime që nuk duhet na t'i kryjmë vetëm gjatë Ramazanit. Mirë po në muajin e Ramazanit duhet ta shtojmë dozën e adhurimeve. Duhet t'i shtojmë mirësitë tona. Duhet t'i shtojmë adhurimet e tona vullnetare. Duhet t'i shtojmë mendimet tona pozitive. Faktikisht duhet të përgatitemi me punë fisnikrore që muajin e Ramazanit, duke ditë se është një muaj shumë madhështor, është një muaj që Zoti e ka veçuar me shpërblimin e saj dhe mirësitë e saj si në këtë botë po ashtu në botën tjetër, faktikisht na duhet të përgatitemi që këtë muaj të Ramazanit me vepra tjera të mira që ta shfrytëzojmë Ramazanin dhe mirësitë e saj. Faktikisht është një botë kuptim i gabuar nëse mendojmë se besimtari duhet të falet vetëm gjatë Ramazanit. Ashtu sikur se i shohim disa, për shembull, para Ramazanit ose gjatë Ramazanit, ndoshta nuk i shohim asnjëherë në xhami. Mirë po me fillimin e muajit të Ramazanit, ai fillon t'i fal 5 vakte namazit, domethënë nga dita e parë deri në ditën e fundit. Ne nuk themi se është keq, nuk themi se është gabim. Kjo është mirë po qëllimi i Ramazanit nuk është që besimtarin ta bëj besimtar sezonal. Qëllimi i besimtarit është ta stërvit besimtarin në adhurimet bazë të islamit dhe ai të vazhdon ato adhurime bazë, sikurse namazi edhe vepra tjera. Gjatë gjithë vitit, po. Andaj, domethënë, është e gabuar të mendohet se ne duhet të bëhemi të mirë vetëm gjatë Ramazanit, duhet të japim vetëm gjatë Ramazanit, duhet të jemi fisnik vetëm gjatë Ramazanit. Këto gjëra duhet i kemi edhe para Ramazanit, edhe pas Ramazanit. Mirë po, në kohën e Ramazanit, në muajin e Ramazanit, duhet t'i theksojmë këto edhe më shumë. Duhet t'i shtojmë edhe më shumë. Sikurse në jetën e përditshme. Kemi gjëra domethënë që i kemi për çdo ditë me një rutinë të zakont, mirë po vjen koha kur kemi nevojë të rikuperohemi, që t'i shtojmë dozat, për shembull, të veprave të mira, t'i shtojmë mirë po ajo nuk na bën që duhet të jemi të mirë vetëm në një kohë të caktuar ose në një vend të caktuar. Ne duhet të jemi gjithmonë të mirë, ne duhet të jemi në çdo kohë të mirë, ne duhet të jemi në çdo kohë solidar, ne duhet të jemi në çdo kohë vepër mirë. Mirë po, muaji i Ramazanit është muaj i cili na i tregon mangësitë tona. Muaji i Ramazanit është një muaj i cili na rikuperon. Muaji i Ramazanit është një muaj i cili na stërvit. Muaji i Ramazanit është një muaj i cili na ambienton, për arsye se jemi në një kohë shumë dinamike, jemi në një kohë ku na kanë stërngarkuar obligimet e jetës, nuk është një jetë sikurse ka qenë në të kaluamën. Kështu që muaji i Ramazanit është një muaj që na rehabiliton, na qetëson, që të vazhdojmë në jetën tonë, nëse Zoti na jep jetë më të fortë, më të fuqishëm, duke i kryer obligimet edhe karshi Zotit edhe karshi tjerë. Fjalë shumë e vlerë, i nderuar hoxh, dhe besoj që të gjithë ato që na ndjekin ta marrin përballë që është e bukur të falet namazi gjatë gjithë jetës, sepse është një obligim që ne e kemi për veten tonë, por edhe për Zotin. Si ndihmon agjërimi në zhvillimin e vetë kontrollit edhe disiplinës? Nuk ka dyshim se agjërimi si adhurim dhe një prej kushteve të Islamit është një adhurim shumë dimenzional, është një adhurim i cili i përmbush gjitha segmentet e jetës dhe në çfarëdo dimensioni që flasim në emër të agjërimit, ajo si ibadet, si adhurim, ajo na jep përgjigje dhe na orienton në jetën e kësaj bote. Por me theks të veçantë,
Agjërimi e rrit nivelin e vetë kontrollit. Po. Gjë e cila do më thonë të njeriu në jetën e përditshme, sikur se humb ndjenje e vetë kontrollit, për shkak të angazhimeve, për shkak të ngarkesës, dhe agjërimi këtë e thekson të njeriu, sepse ajo që neve si njerëz na dallon nga gjitha qenjet tjera, ne jemi qenje që ne e vetë kontrollojmë vetveten. Mirë po, në momentin kur njeriu është i angazhuar, është i stërngarkuar, është një qenje që ndikohet nga rrethonat që e rrethojnë, ndonjëherë njeriu del nga vetë kontrolli i tij. E kështu që agjërimi me një tempo, të themi 30 ditë të muajit të Ramazanit ose 29 ditë të muajit të Ramazanit, me një farë mënyre e ushtron besimtarin se si ai domethënë brenda ditës edhe natës ta vetë kontrollon njeriu vetveten. Prandaj edhe muaji i agjërimit është një muaj i fshehtë mes njeriut edhe Zotit. Për dallim nga namazi, për dallim nga zeqati si obligim, për dallim nga haxhi. Për shembull nëse falesh, ndoshta jo të gjithë mund të shohin se falesh, po dikush do të shef se je duke u fal. Edhe ndoshta do të paraqitet si e fatësia. Po ashtu edhe te çështja e zeqatit, për shembull, nëse jep, ti patjetër duhet t'ja japish dikujt, dhe dikush ka me të pasë se ti je duke e dhënë zeqatin. Edhe në këtë pikë ndoshta nuk mundesh me kontrollu vetveten se me çfarë qëllimi je duke e kryer këtë vepër. Po ashtu edhe çështjen e haxhit, sidomos çështja e haxhit si obligim i jetës, është një obligim domethënë që je prezent në mesin e miliona besimtarëve. Mirë po, për dallim Ramazani, si adhurim, e thekson këtë element të njeriu që e shton atë dozën e vetë kontrollit. Për shembull, kush e din përveç teje dhe Zotit se ti je duke agjëruar? Askush. Askush nuk e din. Prandaj nëse ndalemi në tekstet profetike të pejgamberit alayhis salam, thot pejgamberi alayhis salam, thot Zoti në fakt, thot agjërimi është mes meje edhe robit tim. Dhe unë do ta shpërblej agjëruesin me shpërblimin që unë e di dhe do ta fascinoj, do ta mahniti në ditën e llogarisë. Sikurse ky sekret ka mbet mes agjëruesit edhe Zotit. E ke vërejt kur je agjërueshëm, mundohesh edhe nga pika më e vogël e ujit. Për shembull, nëse gjatë ditës duhet marrësh abdes për ta falë namazin. Edhe mundohesh domethënë maksimalisht që të jesh shumë i kujdesshëm. Domethënë ajo është vetë kontrolli. Domethënë e ki të theksuar, domethënë vetë kontrollin. Dhe kjo për shembull si disiplinë që e jep agjërimi, agjëruesit brenda muajit të Ramazanit me një farë mënyre e ushtron, e stërvit që ai duhet ta ketë këtë ndjenjë vazhdimisht. Andaj kjo është një e mirë e Ramazanit që na mundson Ramazanit që nëpërmjet Ramazanit, nëpërmjet agjërimit ta shtojmë dhe ta ngrisim nivelin e vetë kontrollit, e ndërgjegjësimit edhe vetive tjera domethënë që na flet Kurani dhe na flet pejgamberi alayhis salam. Mrekulli, sa muaj i bukur dhe sa parime të forta ka te njeriu që po t'i ndiqni më hoç dhe t'i ndiqni të gjitha këto gjëra, do të ishim një super popull i mirë musliman. Super njerëz të mirë. Super njerëz. Cilat janë përfitimet shpirtërore që sjell Ramazani për besimtarët? Po, në rend të parë, kur e pranojmë agjërimin, duhet ta kuptojmë se agjërimi si adhurim nuk është qëllim. Nuk është qëllim. Nuk është qëllim, është mjet. Okay. Pra atë edhe Zoti thot shumë mirë në Kur'an, kur na flet për obligueshmërinë e Ramazanit, thot o ju që keni besuar. Drejtohet neve, o ju që keni besuar, u është bërë obligim agjërimi i muajit të Ramazanit ashtu sikur se ka qenë për popull që ishin para jush. Domethënë agjërimi ka qenë obligim edhe para ardhes pejgamberit alayhis salam, para
ardhjes së Muhamedit alayhis salam. Çka thot Zoti i Madh në fund të ajetit? La'allakum tattakun. Por dijeni dhe të jeni të vëmendshëm se qëllimi i agjerimit nuk është vetëm për të abstenu ushqimin edhe pijen. Nuk është qëllimi për të larguar nga pija dhe ushqimi, se këtë mund ta bën çdo kush. Por nëpërmjet largimit nga ushqimi dhe pija është që ju të jeni të devotshëm. E çfarë është devotshmëria? Devotshmëria është është qëllimi final i agjerimit tonë. Çfarë është devotshmëria? Devotshmëria me fjalë të shkurta është me i posedu edhe me i zotru gjitha virtytet brillante që duhet t'i ketë shpirti njeriut. Sepse njeriu është një qenje dualiste, është e krijuar nga shpirti edhe materia. Faktikisht agjerimi si adhurim është një mjet që i mundson që njeriu ta ekuilibron jetën e tij mes materjes edhe shpirtit. Dhe kur njeriu largohet nga obligimet e Zotit, ne gjithmonë e potencojmë, ne gjithmonë e theksojmë, obligimet e Zotit nuk janë për të na ngarkuar neve. Obligimet e Zotit janë thjesht për të na orientuar. Obligimet e Zotit janë thjesht për ta prek dhe për ta shiju natyrshmërinë tonë të pastër njerëzore. Andaj agjerimi, kur flasmi në këtë dimension, nuk është qëllimi vetëm për t'u larguar nga pija dhe ushqimi, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë prej njerëzve, shumë prej besimtarëve, nga agjerimi nuk përfitojnë asgjë tjetër përveç se që largohen nga pija dhe ushqimi. E ke parasysh? Mirë, po kjo nuk është qëllim. Nuk ka nevojë Zoti që ne të largohemi nga ushqimi. Nuk ka nevojë Zoti që ne të largohemi nga pija. Dhe thjesht Zoti nuk kërkon prej neve që të largohemi nga pija dhe ushqimi dhe kjo të jetë qëllimi final. Mirë, po Zoti e ka caktuar me ligjin e tij universal që me largimin nga pija dhe ushqimi ne të afrohemi në rrethin e devotshmërisë. Ne të afrohemi në oazën e devotshmërisë, thjesht të afrohemi te virtytet brillante që duhet t'i ketë njeriu. Andaj domethënë, kjo është qëllimi final i agjerimit, që ne duhet ta fisnikrojmë shpirtin ton gjatë agjerimit të muajit të Ramazanit, ta pasurojmë shpirtin ton, shpirt i cili gjithmonë na tërheq lart, dhe në momentin kur ne anashkalojmë shpirtin dhe virtytet shpirtërore, na tërheq ajo pjesa materiale. Duhet ta kuptojmë një send. Kur themi se ne duhet jemi të devotshëm, Zoti nuk e ka për qëllim që neve të na bën melaçe, engjuj. Se në momentin që ne mundohemi të bëhemi engjuj, ne do të gabojmë, sepse nuk përshtatet qenja jonë dhe natyra jonë që të jemi engjuj. Ne mund ta tejkalojmë engjujt me virtytet tona njerëzore, jo me virtytet e melaçeve. Mirë, po në ndërkohë, nëse ne e anashkalojmë anën shpirtërore, neve do të na tërheq çështja elementi material, saqë ne do të jemi shumë të përafërt me shtazët. Mirë, po nuk do të stacionohemi te stacioni i shtazëve, do t'u tejkalojmë shtazëve. E ke parasysh, prandaj edhe Zoti shumë mirë e përmend në Kur'an kur thot, ata që devijojnë, ata që i anashkalojnë urnat e Zotit, ulaike kel an'ami bal hum adall. Çka thot Zoti? Thot, kështu na parafytyron situatën dhe statusin e këtyre njerëzve. Ata që i anashkalojnë virtytet shpirtërore, ata që nuk i përfillen urnat e Zotit. Thot Zoti i Madh, thot këta do të jenë të përafërt me shtazët, mirë, po jo vetëm kaq se sikur njeriu çndron te stacioni i shtazëve, ndoshta do të ishte privilegj, por do ta tejkalon në aspektin, domethënë në kontekstin negativ, do t'i tejkalon edhe sjelljet e shtazëve. Sikurse na sot jemi dëshmitar. Krimet kush i bën? I bën njeriu apo i bën shtazët? I bën njeriu. Njeriu më shumë. Madje gjitha këto trubullira që ndodhin në tokë të Zotit, për shkak se njeriu, domethënë, ndihet i pavarur nga ligjet e Zotit. Njeriu i tejkalon gjitha kufit. Saqë i tejkalon domethënë edhe kufit e shtazëve, madje bëhet edhe si qenje dhe si krijesë më e ulët se çdo gjë që mund të jetë në pozitën e saj.
Që pare përmendëm zekatin. Në fakt e përmendet ju hoxh. Por çfarë është zekati? Ëm Pse është kaq i rëndësishëm në këtë muaj të shenjtë? Po besoj që nuk është vetëm në këtë muaj, por është gjatë gjithë jetës. Ashtu. Ashtu sikur se thash edhe në fillim se zekati është një prej obligimeve të Islamit, është një shtyllë mbi të cilën na ndërtohemi edhe reflektojmë si musliman. Mirë po duhet ta kemi parasysh edhe në çështjen e zekatit se dhënia e zekatit nuk është qëllim, por është mjet. Dhe qëllimi është që nëpërmjet zekatit na të akumulojmë, na të pasurohemi në virtytet tona njerëzore. Ne të jemi të devotshëm, ne të jemi ata që do të demonstrojmë besimin tonë dhe bindjen tonë ndaj Zotit tonë dhe do të reflektojmë në jetën sociale. Është interesant se besimtarët, sikur se është bërë zakon, çështjen e zekatit si obligim ta kryjnë në muajin e Ramazanit. Realisht nuk është patjetër që zekatin ta kryjmë dhe ta japim zekatin në muajin e Ramazanit. Çka është zekat? Zekat është një adhurim që ka të bëjë me pasurinë e njeriu. Jo çdo kush është i obliguar të jep zekat. Islami dhe parimet islame kanë përkufizuar dhe i kanë treguar ato kushtet e veta se kush është i obliguar të jep zekatin, atë pjesën e përcaktuar fetarisht që duhet nxirret nga pasuria e personit dhe duhet i jepet atij të varfurit. Zakonisht jepet në muajin e Ramazanit, mirë po nuk është patjetër të jepet në muajin e Ramazanit. Madje dietarët e kanë preferuar, që zekati të jepet para Ramazanit. Para Ramazanit. Po, disa dietarë e kanë preferuar dhe unë mendoj se kjo është më saktë, sepse zekati jepet për ta forcuar njeriu në aspektin material. Dhe do ta ndihmonte gjatë muajit të shenjtë. Besimtarin që të jetë i përgatitur në muajin e Ramazanit, jo të ai ta fillon Ramazanin me gajlën e tij, me dertin e tij, a thu vallë që do ta kalon iftarin e parë, e që do ta kalon iftarin e dytë, se ne i kemi pranuar këto ligjet e natyrshme që i ka kriju Zoti. Jo gjithë jemi të pasur, jo gjithë jemi fukara, gjithmonë jeta i ka pas këto kategoritë njerëzve. Dhe kjo është sprovë me të cilën Zoti neve na sprovon. E sprovon të pasurin me pasurinë e tij, por në ndërkohë e sprovon të pasurin me atë që është i varfër, por edhe të varfurin e sprovon me varfrinë e tij dhe të varfurin e sprovon me pasurinë e të pasurit. Kjo është ai kombinimi dhe ai mozaiku në të cilën na duhet të notojmë sipas rregullave të Zotit, nëse dëshirojmë që të mos ndeshemi në jetën tonë. Andaj më e preferuar, ashtu siç kanë thonë disa dietarë, se çështja e zekatit duhet të jepet para Ramazanit, që ta përgatis, domethënë të varfurin dhe skamnorin që ta fillon muajin e Ramazanit në gjendje të mirë materiale. Mirë po, disa e preferojnë që zekati të jepet edhe gjatë muajit të Ramazanit, sepse muaji i Ramazanit është një muaj i shenjtë, është një muaj i bekuar, është një muaj i theksuar në kontekstin e shpërblimit, andaj edhe ata që e kanë obligim dhënien e zekatit dëshirojnë që shpërblimi i tyre të rritet, domethënë që të jetë më i shumëfishuar në muajin e Ramazanit. Mirë, po unë këtu kam një kritik, nëse më lejohet me thonë. Me patjetër. Besimtari nuk duhet të jetë egoist. Domethënë të mendoj për veten në këtë muaj. Të mendoj vetëm për veten. Pastaj ajo që më ka rënë në sy te disa besimtarë, megjithëse unë e them Zoti i shpërblet dhe Zoti i shtoft të këtillët që kemi në mesin tonë dhe shoqërinë tonë, mirë po duhet t'i pranojmë edhe kritikat konstruktive që ne të korrigjohemi, se ne jemi njerëz dhe vazhdimisht kemi nevojë që të korrigjohemi dhe të plotësohemi, që dukemi më mirë edhe te Zoti edhe te njerëzit. Sikurse e shprehim atë egoizmin gjatë muajit Ramazanit me zekatin tonë. Ne nuk duhet ta japim zekatin kur dëshirojmë ne. Ne nuk duhet ta japim zekatin kur neve na kuvendon, kur neve na përshtatet. Por zekati më i mirë dhe më me shpërblim dhe më i dobishëm është në momentin kur i varfër i ka nevojë. Shumë e vërtetë. Keni parasysh.
Domethënë edhe këtë Zoti e don më së miri. Andaj kur erdhi një njeri te pejgamberi alayhis salam dhe e pyeti, i tha, cili njeri është më i dashur te Zoti? Çka tha pejgamberi sa? Nuk tha njeriu më i dashur është ai i cili është më i mirë në Ramazan. Nuk tha njeriu më i dashur është ai i cili më së shumti ndihmon në Ramazan. Nuk tha njeriu më i dashur është ai i cili është më i dobishëm në muajin e Ramazanit. Çka tha pejgamberi sa? Më i miri te Zoti dhe më i dashuri te Zoti është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit edhe para Ramazanit edhe pas Ramazanit. Andaj unë e preferoj ata që janë të obliguar që të japin zeqat, ta ndajnë zeqatin në dy pjesë. Një pjesë ta japin para Ramazanit, t'u japin skamnorëve, t'i përgatisin skamnorët, që ata ta presin me ngrohtësi Ramazanin, ta presin jo me ato galet se a thu vallë qysh do ta kalojmë Ramazanin, ato kemi ushqim të mjaftueshëm apo jo, të cilat gale nuk i ka i pasuri. I pasuri e ka vetëm galen e shpërblimit dhe pret për shembull kur do ta afrohet nata e Kadrit që unë ta zon natën e Kadrit ta jap zeqatin. Këto bot kuptime unë mendoj, jo se mendoj unë, por kështu na mëson Islami. Besimtari duhet të jetë i dobishëm në çdo kohë. Besimtari duhet të jetë i dobishëm kur e kërkon nevoja. E kur e kërkon nevoja, atëherë kur ka nevojtari. E nevojtari ka nevojë edhe para Ramazanit, edhe gjatë Ramazanit, edhe pas Ramazanit. Unë shpresoj që këto fjalët tuaja të zënë vend te këto që e kanë për obligim të japin zekatin, sepse shumë bukur fole, apo zeqatin, shumë bukur fole, se të paktën edhe këtyre të varfërve t'ua heqim këtë gajlen, se si do e presin muajin e shenjtë të Ramazanit. Tani, si ndihmon Ramazani për të forcuar lidhjet besimtarët mes njëri tjetrit? Fatkeqësisht e përmendet që pari nderuar hoç në kohën ku ne jetojmë, nuk shoh lidhje të forcuara, janë të pakta, ka ndryshuar marrëdhëniet, ndoshta le të themi faleminderit Zotit që i ka dhënë këto muaj të shenjtë, që për hatër të muajit të shenjtë ka edhe nga ato njerëz që unë nuk dua ta besoj, që për hatër të muajit ndoshta ulen edhe në atë tryezën ku do hahet ai iftari. Është pyetje me vend, është pyetje që don shpjegim të gjerë, por në të njëjtën kohë duhet të jemi më të vetëdijshëm në këtë pikë, sepse nuk ka kuptim Ramazani nëse ne kemi armiqësi mes vetë. Nuk ka kuptim dhe nuk ka domethënie Ramazani nëse ne jemi të hasmuar. Nuk ka kuptim Ramazani nëse ne për çështjet e dunjas nuk flasim me njëri tjetrin. E ç'është më e keqja se ndoshta mburemi se e agjërojmë gjithë Ramazanin, ndoshta mburemi se i falim 5 kohët e namazit, madje edhe në xhami, ndoshta mburemi se gjatë Ramazanit japim sadaka, lëmosh, ndoshta mburemi edhe me vepra tjera, ndoshta mburemi edhe me lexim të Kuranit, edhe me shumë vepra tjera. Mirë po në ndërkohë, për shembull, gjitha këto adhurime nuk na kanë gdhent. Fatkeqësisht. Nuk na kanë gdhent, nuk e kanë trokit atë derën e mendjes edhe shpirtit që t'i thuash vetës stop, se nuk është kështu. Islami nuk ka formalitet. E thash edhe më herët. Qëllimi nuk është që ne ta agjërojmë. Qëllimi është nëpërmjet agjërimit ne të jemi njerëzor. Qëllimi i çdo adhurimi nuk është që ne të manifestojmë formalitet, por qëllimi është që nëpërmjet atyre adhurimeve ne të jemi të dobishëm për njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, të jemi krahu i ndihmës për njëri tjetrin, të jemi ata që do ta falim njëri tjetrin, sepse muaji i Ramazanit është muaj i falës dhe nuk ka kuptim në të njëjtën ditë ose në të njëjtën natë ose gjatë muajit të Ramazanit ti e kërkon mëshirën e Zotit, o Zot më fal mua, se ti je falës, e sidomos e ke potencuar dhe e ke theksu falën e muajit në Ramazanit, kurse ti nuk je në gjendje për shembull me ia fal vllaut tan një fjalë goje, ose ndonjë keq kuptim që e keni pas, ose qoftë edhe diçka edhe më e madhe. Nëse ne nuk arritmi, për shembull, ta reflektojmë Ramazanin në përmirësimin e vetvetes tonë, në korrigjimin e vetvetes tonë, atëherë nuk ka kuptim nëse unë i drejtohem Zotit
mi thonë Zotit, o Zot më jep xhenetin, o Zot më jep faljen, o Zot më jep këto, kurse ti nuk jep asgjë. Përderisa ti nuk jep atë që duhet me dhon, e si mendon dhe si beson se Zoti do ta jep faljen? Allahu thot nëpërmjet pejgamberit alayhis salam, irham men fil ardi yerhamuka men fis sama. Falja që është në tokë. Kush është në tokë? Njeriu. Është krijesë e Zotit. Është një krijesë e Zotit. Nëse ti një krijesë Zotit nuk je në gjendje me fal, me përçafu, me dasht, me mendu mirë për ta, me përkra, me ndihmu, me afru, atëherë si kërkon prej atij që e ka kriju këtë krijesë, që ai të të falë ty, që ai të të ndihmon ti, që ai të të nxjerrë nga një problem i jetës. Është një kontrast që ne shpesh herë e ripërsërismi në jetën tonë, mirë po nuk jemi të vetëdijshëm se çka jemi duke bë. Andaj muaji i Ramazanit është muaji i përmirësimit, është muaji i përmirësimit të raporteve tona ndërnjerëzore. Ti përmirësojmë raportet tona me familjet tona, sidomos në ambientin e iftarit, sidomos në ambientin e sifirit, gjatë ditës kur ti je i larguar nga ushqimi dhe pija, gjatë faljes së namazit, gjatë leximit të Kuranit, janë momente ku zbutet zemra e njeriu. Domethënë, nëse në këto momente dhe në këto situata nuk vetëdijsohesh, që ti domethënë të reflektosh ndryshe, që ti thjesht të pendohesh për atë statusin tan të egër që ke pas para Ramazanit, karshi një personi, qoftë ai familjar, qoftë ai shok, qoftë ai fëmijë, qoftë ai dikush tjetër, atëherë kur do të zbutet zemra jote? Kurse Zoti shumë mirë thot në Kur'an, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë, me përmendjen e Zotit zbuten zemrat, dhe kur zbutet zemra e njeriu bie në ato ndjenjat e tija njerëzore të natyrshme. Dhe e kundërta, nëse ti nuk fal, nëse ti nuk afrohesh, nëse ti nuk përçafon, nëse ti nuk don, nëse ti nuk i thu stop asoj egërsirës tane, asoj egos tane, atëherë faktikisht ti je duke u lodh magjërimin tan. Ti je duke u lodh duke lexu Kur'an, ti je duke u lodh duke fal, ti je duke u lodh me veprat e tuaja që je duke i bën gjatë Ramazanit. Kështu që duhet të jemi të vetëdijshëm që të përfitojmë nga muaji i Ramazanit në ndërtimin e vetvetes tonë, në ndërtimin e shpirtit tonë, e sidomos ti përmirësojmë raportet tona me familjet tona dhe me të tjerët. Unë shpresoj që fjalët tuaja të ndikojnë bukur tek shikuesit edhe të fillojnë të ulen dhe të vëdësohen duke i thënë vetes së tyre, derisa Zoti falën çdo gabim në këtë botë, që mendoj gabimet tona janë shumë të rënda. Kush është njeriu mos falën, çfarë peshë ka njeriu në peshën e Zotit? I nderuar hoç, cilat janë ato gjëra që e bëjnë të lejueshme prishjen e agjërimit gjatë Ramazanit? Doja të marr mendimin tuaj, sepse kemi spekulime të ndryshme për këto gjëra, por është shumë e bukur kur këtë definicionin do ma jepnit ju, të paktën që e dini shumë më mirë si gjithkush se cilat janë ato gjëra që janë të lejueshme për prishjen e agjërimit. Në kapitullin e 2 të Kur'anit, ku Zoti në ajetin e parë flet për obligimin e muajit të bekuar Ramazan, në vijim në ajetin e 2 dhe në ajetin e 3, me një farë mënyrë në vija trasha i shpjegon dispozitat e agjërimit. E sidomos kur thot e jamu ma'dudat, domethënë muaji i agjërimit është në ditë të caktuara, është me ditë të numëruara. E pastaj thot, jo çdo kush e ka obligim të agjëron, sepse i gjithë Islami është ndërtuar mbi tolerancë. I gjithë Islami është ndërtuar mbi lehtësim, dhe jo mbi vështirësi, sepse Zoti shumë mirë në shumë ajete të Kuranit, pastaj edhe në shumë fjalë profetike të pejgamberit alayhis salam, Allahu thot në Kur'an, yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allahu ju e dëshiron të lehtën. Allahu me obligimet që u jep nuk e ka për qëllim Zoti juet ju ngarkon. Pastaj, megjithëse është obligim fetar, është një shtyllë e Islamit, në momentin që të bjen ndesh ky obligim
me shëndetin tënd, bie kjo obligim. Dhe nuk e kërkon Zoti për te. Jo vetëm që nuk e kërkon Zoti për te, por Zoti e regjistron dhe ta përllogarit sikur se ti e ke agjëru. Dhe ju shpërblen sikur se ti e ke kry këtë obligim në jetën e kësaj bote. Andaj Zoti shumë mirë thot në Kur'an, thot ata që janë të sëmur, ata që janë në udhtim, ata që kanë arsyet fetare dhe të logjikshme për mos me agjëru, domethënë ata nuk e kanë obligim të agjërojnë. Për shembull, shpesh na parashtrohet pyetja, hoxh, gjatë ditës e kam patjetër me i marr barnat. Po. Të cilat barna i kam patjetër, përndryshe do të shkakton problem shëndeti. Rrezikon shëndeti i tij. Rrezikon shëndeti Po. dhe kam problem në ndonjë smundje. Mos e pyet hoxh. Në vija trasha duhet ta dinë çdo një musliman. Bie obligimi karshi Zotit nëse dëmtohet shëndeti jot. Deri në atë mos ku ti domethënë nuk mundesh me qenë mirë. Për shembull, bjen shtypja deri në atë mos që hub vetdia. Po. Në këtë situatë, nuk e ke obligim me agjëru. S'ka vlerë, sepse ti nuk je më vetvetja, po dhe nëse agjëron, nuk e ndin shihen e agjërimit. Nuk ki ti nevojë të agjërosh në këtë situatë dhe nuk e kërkon Zoti prej te. Madje nëse agjëron ti në këtë situatë do të japish llogari para Zotit, sepse shëndetin Zoti ta ka dhënë emanet. E ka lënë në dorën tënde që ti të kujdesesh për të. Kështu që nëse agjërimi bie ndesh me shëndetin tënd, bie ndesh me esencën e jetës tënde, atëherë domethënë ti nuk e ke obligim të agjërosh. Se Zoti na i dëshiron të mirën dhe këto lehtësime ne duhet t'i praktikojmë në jetën tonë. Për ato që duan ta kuptojnë, domethënë le ta agjërojnë ato që munden t'ia dalin dhe që e ndjejnë shpirtërisht, jo ato që do shtrihen për tokë dhe se arrin dot qëllimi se s'është edhe pranueshme. Pse Ramazani, e tani këtu do dalim, nëse që parë ne folëm për këtë fenomenin që njeriu duhet falën njeriu, sepse Zoti bën madhëri dhe falën çdo qenie të tij në tokë nga çdo gabim i mundshëm, të paktën kështu e ndjejmë ne se na ka falë, se nuk dihet. Pse Ramazani është një mundësi për pastrimin e mëkateve dhe për faljen nga Allahu? Kur themi agjërimi është një mundësi për faljen e gjunaheve, edhe këtu duhet ta theksoj dhe ta jap një shpjegim që mendoj se do të jetë i dobishëm, që ta kemi konceptin e shëndosh në çështjen e faljes. Nuk është për qëllim falja e gjunaheve që ne të vazhdojmë në avazin tonë vjetër. Qëllimi është që ne t'i falim gjunahet tona dhe të ndërtohemi shpirtërisht edhe në mendsinë tonë. Në një farë mënyre, është lehtë të agjërojmë që Allahu të na falë dhe përsëri na të vazhdojmë ashtu siç jemi, pa u ndryshu, pa i shtu ato vetit tona njerëzore. Një shembull i thjesht për ta kuptuar më mirë. Kur ne dëshirojmë ta ndryshojmë dizajnin e shtëpisë prej brenda, ose dëshirojmë t'i ndryshojmë ato ngjyrat e dhomave, murave, çka duhet bëjmë njerë? Duhet ta pastrojmë. Patjetër. Apo? Po, patjetër. Do të thonë njerë duhet ta pastrojmë. Më pas fillojmë punës. E pastaj fillojmë punës. E njëjta është edhe me agjërimin. Nëse na ndalemi vetëm te pastrimi dhe nuk kalojmë te ndërtimi, atëherë nuk i kemi arritur qëllimin tonë. Është mirë, ne gjithë dëshirojmë që Allahu neve të na falë, të na i falë gjunahet tona, të na i falë mëkatet tona. Dhe kjo duhet të jetë synimi jonë. Mirë, po me këtë synim na duhet të kalojmë në një synim tjetër. Ajo është ndërtimi. Sikurse shtëpia. Njëherët e pastron nga mbeturinat, e pastron, e pastaj fillon me ndërtu. E njëjta është edhe me agjërimin. Ne synojmë agjërimin ton, ta pastrojmë vetvete,
që Allahu neve të na falë, të na i lehtëson shpinën dhe qafën edhe kokën për gjunaheve tona, që ne të mendojmë ndryshe, që ne të kemi fuqi që të reflektojmë pozitivisht. E ke parasysh? Po. Kjo është qëllimi i faljes së gjunaheve. Nuk është qëllimi i faljes së gjunaheve pas faljes të qëndrojmë aty, se s'kemi bë kur gjë. Do të thënë duhet krijojmë në mendsinë tonë që në qoftë se ne mendojmë se ne jemi falur gjunahet dhe duam të na falen gjunahet, Padyshim. qëllimi jonë është që ne duhet të ndërtohemi. Vazhdojmë të ndërtohemi. Besimtari vazhdimisht kërkon falje të Zotit për të ndërtu. Dhe jo për të qëndruar aty ku është. Jo për të qëndruar aty ku është. Nuk ka kuptim. Dhe kjo është një lojë që nuk e pranon Zoti. Ti mundesh me mashtru ti vetveten. Me thonë, une jam ai që jam, une kërkoj falje të Zotit. Ti e duke u lodhë, ingrat. Ti e duke u lodhë dhe ke mbet me një vend. E që një ditë kime kuptu, por do t'jetë vonë. Andaj qëllimi i pendimit, qëllimi i kërkim faljes, qëllimi i pastrimit, qëllimi i kërkimit faljes Zotit, është që ti me hecë përpara, që ti thjesht me u avancu në virtytet tuja shpirtërore edhe psiqike. Sikur se e ke pa për shembull kur shkon dikun në mal, je duke ecë, edhe del ndonjë pengesë. E largon pengesën për të vazhduar. Dhe nuk e largon pengesën për të ndalë. Na me një farë mënyre, me adhurimet tona, qofta i agjerim, qofta i ndonjë adhurim tjetër, sikur se thjesht e japmi maksimumin vetëm për të largu pengesën dhe për të ndalë aty. S'kemi bazë. Për mos ndryshuar fare. Po. Nata më e madhe në këtë muaj të shenjtë që jemi është nata e Kadrit. Nata më me vlerë, nata më e bukur ndër të gjitha netët. Do më flasësh pak për natën e Kadrit, edhe pse nata e Kadrit është një temë në vete, domethënë ka shumë pesh, ka shumë për të folë, po doja të di nga ju rëndësinë e kësaj nate, vlerën e kësaj nate dhe 2 pikat më kryesore që kjo natë i ka tek besimtari. Një herët dash Zotit që ta kalojmë muajin e Ramazanit ashtu si është më së miri. Amin. Ta kalojmë nën duke qenë të përkushtuar ndaj Zotit, në rënd të parë duke i kuptuar urdhrat e Zotit, që të plotësojmë atë mozaikun e agjerimit tonë, që të ketë kuptim agjerimi në jetën tonë, dhe të ketë kuptim agjerimi në reflektimin tonë. Nuk ka dyshim se nata e Kadrit është ajo që themi në qershia në tort. Dhe nata e Kadrit është pikrisht qershia në tort. Për të cilën natë Zoti enkas ka zbrit një sure, një kaptin të Kur'anit, që e ka quajtur nata e Kadrit. Çka do të thotë nata e Kadrit? Nata e caktimit, nata e vlerësimit, se fjala Kadr do të thotë vlerësim. Dhe nata e Kadrit e ka të njëjtin kuptim, po ashtu e ka caktim. E për këtë natë Zoti ka thonë inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Për me kuptu madhështinë e natës së Kadrit, na tregon se në natën e Kadrit Zoti e zbriti Kur'anin. Kur'an i cili zbriti enkas për njeriu, për ta ndërtuar njeriu, për ta orientuar njeriu, për ta vetëdijsuar njeriu, për t'i treguar njeriu se çfarë është misioni i tij. E thot o njeri, thot për ta kuptuar natën e Kadrit, se çfarë është nata e Kadrit, në rënd të parë dije se në natën e Kadrit e kam zbrit Kur'anin. Ka pas mundësi Zoti me zbrit Kur'anin në ndonjë natë tjetër. Por Zoti e ka zbrit në natën e Kadrit. E çka thot Zoti? Wa ma adraka ma laylatul Qadr. E çka din ti për natën e Kadrit? Sikur të jipen gjitha shpjegimet. E gjithë shpjegimet e dietarëve, sikur të jipet. Përsëritin nuk e ke konceptin e shëndosh dhe të plot për natën e Kadrit. Përsëri nuk din gjë. Përsëri Zoti e kalon sekret. Ti nuk e din se çka është nata e Kadrit. Ti do t'ja pak informata, sa do pak ta kesh një pasqyrë të shkurt dhe të përafërt me realitetin, po përsëri ti nuk e din realitetin
e vlerës së natës së Kadrit. Çka thot Zoti? Na drejtohet Zoti tash numerikisht, se ne jemi njerëz që rahatohemi kur e kuptojmë se 1 + 1 bojnë 2. E ki parasysh? Shumë e vërtetë. Shpesh herë Zoti kështu na flet me atë mentalitetin ton të dunjas. Thot Zoti për shembull ai që e bën këtë vepër i ka 1000 sevape, ai që e bën këtë vepër i ka numerikisht na shpjegon për shpërblimin e ahiretit. Mirë, po për disa gjëra nuk jep shpjegim numerikisht. E çka thot Zoti për natën e Kadrit? Lejletul Qadri khayrun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më dobishme sa 1000 muaj. 1000 muaj nëse e përkthejmë në vite, i bie 73 vite, e më tepër. Mirë, po thot, nuk është nata e Kadrit sa 1000 muaj, por është më dobishme se 1000 muaj. Më shumë se Më shumë se 73 1000 vite. muaj. Po. E ki parasysh. Dhe ti tash kur ndale 73 vite, një natë, vlerën sa 73 vite, është diçka shumë madhështore. Le të themi një jetë njeriu. Është një jetë njeriu nëse Po. Zoti na mundson që jetojmë 73 vite. Shikone se sa Zoti neve na mëshiron. Shiko se sa Zoti neve na don. Shiko sa Zoti neve na kursen. As na vetën nuk kemi mundësi ta kursen vetën. Me një natë që ti do ta bësh një lutje, në një natë që ti do ta bësh një vepër, në një natë që ti do ta bësh një humanizëm, në një natë që ti do të bësh diçka qoftë edhe më e vogla, qoftë edhe një mendim i mirë. Si për llogarit ajo. Sikur ti atë vepër e ke bën hiç pa ndërprer 70 më shumë se 73 vite. Shumë gjë e madhe. Shumë gjë e madhe. Mirë po, kur është nata e Kadrit? Këtu është Zoti e kalon numërisht. sekret. Zoti e kalon sekret. Pse? Është temë e gjanë, Po. për cilën natë kanë dhënë shpjegime dietar shumë. Dhe ajo që është më e sakta, se Zoti e ka caktuar në 10-shin e fundit Ramazanit. Po. Mirë po, nuk dihet saktë se cilën natë është. Mirë po, e sigurt është se është në 10-shin e fundit. Është e sigurt se është në 10-shin e fundit. Madje disa dietar kanë thënë se është në tekun e 10-shit të fundit, jo në çiftin. Disa kanë thënë është prej fillimit të 10-shit të fundit deri në fund, sido që të jetë. Po mendoj që Zoti 10 prap ditë. sekrete ka lënë. E kalon sekret dhe kjo është më e sakta. Se po të kishte qenë e ditur, e kishte përmend Zoti në Kur'an. Po e kishte përmend ndoshta edhe pejgamberi sa. Përderisa Zoti ka zbrit një sure me emrin e Kadrit, natës së Kadrit. E pse mos ta përmend Zoti se cila natë është ajo? Domethënë urtësia e Zotit e kalon sekret. Pse është sekret? Për t'i nxjerrë një shesh ata që janë të sinqert prej atyre që nuk janë të sinqert. E vërtet, Thjesht në përgjithësi jeta ka sekrete. shumë sekrete. Margaritarët, a janë mbi deta në det, në thellësinë e detit? Ata që dëshirojnë t'i marrin margaritarët, a i presin në Bregdet? Si presin në Bregdet? Po. Ai që me seriozitetin më të madh dëshiron të arrijë deri te margaritarët e detit, ai merr pajisjet, ai përgatitet, ai sakrifikon, harxhon kohë edhe futet në thellësinë e detit. Derisa mbrin te ajo që do me mbri. E njëjta është edhe me sekretin e natës së Kadrit. Nuk është diçka e vogël, nuk është diçka e thjeshtë, se gjërat e shtrenjta, kush i fiton? I fiton ata që janë të sinqertë. Kush i fiton? Ata që e kanë kuptuar vlerën e asaj gjës që është e shtrenjtë. Në jetën përgjithësi, kush e gëzon suksesin? Njerëzit që janë të vërtet, sinqert. Njerëzit që janë të vërtet, njerëzit që sakrifikojnë, njerëzit që harxojnë kohë, njerëzit që mundohen, njerëzit që mendojnë. Po e njëjta është edhe me natën e Kadrit. Mirë po unë e them, megjithatë, ai që i kalon 10-shin e fundit të Ramazanit, ai ka mbri natën e Kadrit. Mirë po pyetje e madhe, si e ke kalu natën e Kadrit?
Kjo është sekreti që askush se Andaj kupton. Zoti i Madh shumë është një urtësi e mirë dhe e këndshme. Pse Zoti e kalon 10-shin, natën e Kadrit në 10-shin e fundit. Nuk e kalon në ditë e para të Ramazanit. Okej, ky është një sekret tjetër. Kjo është një sekret tjetër. Dhe është një sekret shumë i këndshëm. Nga dita e parë me të pregadit 20 ditë e para, ti Po. pregaditesh shpirtërisht. Me agjerimin tanë, me lutjet e tuja, me solidaritetin tanë. Do më thonë e jep maksimumin. Dhe kur mbrin të finalja, o do jesh i pregaditur, o do jesh i pa pregaditur. Do me thënë është një sprov që Zoti e ka dhënë prapë. Patjetër. Se ka njerëz që lodhen në 20 ditën dhe 10 ditëshin më e lën. E len, ashtu si themi në jargonin tonë, e len lerë. Po, fiks e lën lerë. Po. Dhe ndërsa 10 ditë është ajo më me vlera e 20 ditëve të tjera. Pa dyshim. Ja vlen me qenë më i përkushtuar. Gjatë gjithë Ramazanit, brenda 12 muajve vetëm një muaj e kemi. Po. Mirë po kushton shumë, vlen shumë, është pika e kthesës, është moment i pranimit të lutjeve, është moment i ndryshimit të jetës. Sa njerëz Ramazani për ta ka qenë pika e kthesës. Sa njerëz në Ramazan e kanë përjetu kënaqësinë të cilën kënaqësi nuk e kanë përjetu në asnjë situatë e jetës. E shumë përfitime që mund t'i kemi gjatë muajit Ramazan. Lutë Zotin e Madh që Allahu të na mundson ta kalojmë Ramazanin ashtu si duhet, ta shfrytëzojmë Ramazanin me përkushtimin tonë, me aktivitetet tona, e megjithatë Allahu të na mundson që ta mbrim muajin e Ramazanit me lutjet tona, me mendimet tona të mira, me shpirt bardhësinë tonë, me pozitivitetet tona, me veprat tona të mira atë sa kemi mundësi. Nuk është patjetër me bë shumë, është patjetër me bë atë sa kemi mundësi. Por me bë me sinqeritetin më të madh, me bë me qëllim që ti të ndryshosh në vetitë tuaja njerëzore. Se zotën qëllimi i gjithë Islamit është që na me mbet njerëz, sepse kemi lind njerëz, me mbet njerëz, me kultivu njerëzëllëkun ton, edhe me vdek dhe me ndru jetë faqebardh si njerëz. Sa me fat jemi që jemi musliman. Kjo është gjë më e bukur që besoj që e kemi në jetë dhe them me shumë krenari se kur dëgjojmë kaq vepra të mira dhe kaq bekime që Zoti na ka dhënë ne, jam shumë i bindur që të tjerët nuk i kanë. I nderuar Roç, do më thuash shumë pak, cilat janë nga dobitë fizike të agjërimit gjatë Ramazanit? Megjithse kjo pyetje duhet të drejtohet atyre që janë mjek. Po prandaj të thash shumë pak. Po sadopak kemi të lexuar nga ajo që na tregon mjekësia bashkëkohore. Po ne parimisht kemi mjekësinë hynore. Po. Se ne jemi të bindur në diçka që është parimore, që ne e kemi besimin e plot se çdo urdhër i Zotit nuk është vetëm një orientim shpirtëror, nuk është vetëm një motiv që na shtyn ta gëzojmë shpërblimin e ahiretit, e botës së përtejme. Po në rend të parë, çdo urdhër i Zotit, çdo zbatim i urdhërit të Zotit, ne jemi të bindur se ajo në rend të parë reflekton në fizikun tonë, në materin tonë, në shëndetin tonë. Se po të kishte qenë e dëmshme, Zoti nuk do të na kishte obliguar. Përderisa Zoti është krijuesi i qenjes tonë, është e palogjikshme që ai të na urdhëron me diçka që është në domin tonë. Përkundrazi, çdo urdhër i Zotit i shërben shëndetit tonë. Çdo urdhër i Zotit i shërben shëndetit tonë, shpirtit tonë, mendjes tonë. Pa marrë parasysh a e dim ne ata apo nuk e dim. Me një farë mënyrë, ashtu sikur se ushqimi i ndihmon mendjes, i ndihmon trupit. Dhe e ke mundësinë për të lëvizë dhe për të bërë aktivitetet e ndryshme brenda ditës dhe natës. E njëjta edhe abstenimi prej ushqimit edhe pijes, ashtu si na obligon Zoti i Madh, është një mundësi për të na pastru
nga toksinat që ne i fitojmë nëpërmjet ushqimit edhe pijes tonë, të cilat na i vërteton edhe mjekësia. Po. Domethënë, sot mjekësia na vërteton shumë çka që ne jemi krenar se ky islam gjithmonë do ta vërteton vërtetësinë e saj. Në çdo kohë. Në çdo kohë. Qoftë nëpërmjet mjekësisë, qoftë nëpërmjet kimisë, qoftë nëpërmjet fizikës, qoftë nëpërmjet landeve tjera shkencore, do të del në shesh qartësia dhe vërtetësia e islamit. Dhe sot na kur shohim studime të ndryshme që na i ofron mjekësia dhe na tregon se sa e dobishme është Ramazani. Nëpërmjet Ramazanit i hekim yndyrat, sidomos në kohën e sodit që na servohet çdo gjë nga ushqimi, fatkeqësisht. Po unë mendoj se sot ilaçi më i kërkuar është agjërimi. Nëpërmjet agjërimit na me një farë mënyre kemi një preventiv që ne e mbrojmë vetveten tonë nga shumë toksina. E rahatojmë lukthin tonë, ndryshe funksionon zemra jonë, ndryshojnë qelizat e tona. Madje na kemi shumë prova në jetën tonë që është vërtetuar ajo dobia e mjekësore nëpërmjet agjërimit. Madje unë kam dëgjuar se në disa vende të Evropës ka disa spitale që si kurim e përdorin edhe agjërimin. Kjo është më e bukur. Kjo është më e mira. Kurse ne kemi të gatshme. Zoti para 1400 vjetëve ka thonë: "Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam." O ju që keni besuar, u është bërë obligim agjërimi. U është bërë obligim agjërimi edhe kur nuk ka qenë zhvilluar mjekësia. Fiks. Mirë po, në agjërim ka mjekësi, në agjërim ka preventiv, në agjërim ka ilaç. Dhe ilaçi nuk është vetëm një dimenzional, por është shumë dimenzional. Është ilaçi i mendjes, është ilaçi i shpirtit, është ilaçi i trupit, është ilaç motivues për të bërë vepra të mira. Është ilaç multivitamin. Është një ilaç multivitamin që i mbush gjitha segmentet dhe gjitha zbrastirat e njeriut edhe për këtë botë edhe në botën tjetër. Po a ka më mirë se kur agjeron ti ndihesh mirë, ndihesh i qetë, ndihesh rahat. Ai që agjeron këtë ndih dhe nuk kemi nevojë na me shpjegu se ajo që ndihet është diçka më madhështore se ato që ne e shpjegojmë. Mirë po në të njëjtën kohë nëpërmjet agjerimit tonë ti e shpreson një shpërblim të papërshkruar në ditën e llogarisë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha agjëruesi ka 2 shpërblime. Shpërblimin e parë është në momentin e iftarit. Është një instinkt, është një ndjenjë e papërshkruar. Kur ti ke agjëruar gjatë ditës, edhe afrohesh në sofër, në tryezën e ushqimit, edhe pret iftarin. Është një ndjenjë e këndshme. Është një ndjenjë që ti nuk mundesh me ndi pas Ramazanit. Në asnjë mënyrë. Pas Ramazanit je i çoroditur, kush han në mëngjes, kush han në darkë. Jemi gjithë në një situatë. Gjithë kemi agjëru. Gjithë e presmi momentin për thirrë zoni për të filluar ushqimin. Domethënë në emër të adhurimit. Dhe kjo është një ndjesi e papërshkruar që me mallëngjim na e presmi. Me mall e presmi edhe sepse e kemi përjetuar dhe dëshirojmë ta përjetojmë dhe nuk ngopemi asnjëherë. Mirë, po çka thot pejgamberi sa? Thot agjëruesi ka dy gëzime. Gëzimin e parë e ka në iftar dhe gëzimin e dytë e ka kur të takohet me Zotin. Dhe unë nuk dyshoj. Dhe kam optimizmin më të madh. Ai që don ta siguron shpërblimin në botën e përteme, le ta shef gëzimin në këtë botë në momentin e iftarit. Nëse Allahu ta ka mundsuar që të gëzohesh me agjërimin tan në momentin e iftarit, apo mendon se Allahu do të privoj nga gëzimi i përtej në ditën e llogarisë? Asesi. Po dhe kundërta. Nëse nuk e përjeton këtë gëzim, atëherë kjo është një parakusht dhe është një sinjal se ti do të privohesh edhe nga gëzimi i botës së përtej. Fjalë të bukura hoc shumë dhe mesazhe shumë madhore janë këto. Muaj më i shenjtë dhe më i bukur. Hoc,
Ne kemi arritur emision 55 minuta. Me thënë, po kalojmë çdo minutazh të mundshëm. Unë do të bëj dhe 2 pyetje të fundit, do marrim dhe pak minutazh, do shkojmë 1 orë e gjysmë. Se besoj që këto janë më të vlefshmet gjatë gjithë vlerës të madhe që ka ky muaj i shenjtë. Do më thuash pse është e rëndësishme të falim namazin më rregullisht gjatë muajit të Ramazanit? Ka ndonjë sekret tjetër në këtë mes? Po, sekreti është se, ashtu që thash edhe më herët, falja e namazit nuk duhet të jetë vetëm gjatë Ramazanit. Po. Falja e namazit duhet të jetë para Ramazanit, gjatë Ramazanit dhe pas Ramazanit. Gjithmonë, është obligimi jam. Gjithmonë, se është obligim ditor. Po. Mirë po, zakonisht hoxhallarët gjatë ligjërimit potencojnë për atë kategori që nuk e kanë pas tradit faljen e namazit. Spaku le të fillojnë gjatë Ramazanit. Do me thënë është një hap i parë. Është një hap i parë, është një mundësi shumë e volitshme në një ambient shumë të mirë, sepse thot pejgamberi alayhis salam, kur vinte muaji i bekuar i Ramazanit, i përgëzonte shokët e vet, por në të njëjtën kohë është përgëzim për çdo gjenerat, për gjithë muslimanët. Thoshte, në muajin e Ramazanit prangosen shejtanët. Po. Djalli prangoset. Po. Si e prangos Zoti shejtanin, vetëm Zoti e di. Mirë po, na paralajmëron që të na jep një guxim. Sikur se po thot Zoti, mos ke frikë, e kam prangos, e kam mbyll shejtanin. Dhe në Ramazan thot pejgamberi sa zbret mëshira e Zotit. Mëshira e Zotit, ne vazhdimisht jetojmë me mëshirën e Zotit. Ne vazhdimisht jetojmë me dëshirën e Zotit. Mirë po në Ramazan, mëshira e Zotit është e theksuar. E ka veçu muajin e Ramazanit me mëshirën e tij. Sikur se Zoti po na thot neve, o ju njerëz, o ju besimtar, duke ditë se ju gjithë jeni në të njëjtën kategori. Ua kam përgatit terrenin, ua kam përgatit mejdanin. Gjatë muajit Ramazanit ju që jeni të mirë, të jeni më të mirë. Po ju që s'keni arrit të jeni të mirë, e keni mundësinë tash të jeni të mirë. E ki parasysh? Po. Allah është i mëshirshëm. Allah nuk është ai krijues që Ramazanin e ka bërë të mirë vetëm për musliman ose vetëm për ata që janë të devotshëm. Jo. Ramazani është mundësi i volitshëm për gjithë njerëzit, edhe për atë që është më i keq në shoqërinë tonë. Le të merr hapin, le të merr guximin. Po dhe nëse nuk e fal asnjëherë, fillo me Ramazanin. Ne themi se Ramazani nuk është muaj për ta bën njeriu besimtar sezonal, por është sezon që besimtarit fillon të jetë besimtar në sezonin e Ramazanit dhe të vazhdon të jetojë besimtar. Le të mos e bëm vetëm për një muaj. Andaj na i drejtohemi çdo njanit. Ti që nuk e ke fal namazin, fillo falë namazin me muajin e Ramazanit. Fillo shijoje mëlsinë e namazit. Fillo programoje jetën me fillimin e namazit dhe mbarimin e namazit. Fillo shijo. E pasi ta shijosh, kemi u vërtetu se nuk ka kënaqësi dhe nuk ka rahati dhe nuk ka qetësi më të madhe se kur ti brenda ditës edhe natës i ke fal 5 kohë të namazit dhe i je përgjigj thirrjes së Zotit kur Zoti ka thënë hayya ala salah, eja në namaz. E nuk ka mundësi ai që jesh përgjigj thirrjes Zotit e Zoti të mos i përgjigjet thirrjes së tij. Kështu që unë them për gjithë kategoritë e besimtarëve, duke fillu prej asoj kategorisë, mos të më të keq, se në sens njeriu nuk është i keq. Në sens njeriu është i mirë, por njeriu është ai që e bën vetën të keq. Prej kësaj kategorie e deri te kategoria më e lartë, e kemi mundësinë, është mejdan për gjithë.
është mejdan për gjithë. Nuk është mejdan vetëm për një kategori, vetëm për një elitë të njerëzve. Gjithë jemi elitë në Ramazan. Gjithë jemi të veçantë në Ramazan. Por parashtrohet pyetja, sa ne dëshirojmë të jemi elitë? Sa unë dëshiroj të jemi i veçantë në këtë muaj të veçantë? Sa unë dëshiroj të ndryshoj në këtë muaj të ndryshimit? Kështu që unë shpresoj këto fjalë të përcillen dhe të kuptohen në mënyrë më pozitive, që të mos ndihemi të degraduar, edhe nëse nuk i ke fal namazin asnjëherë. Fillo falë namazin se ti je i veçuar. Kjo është më e bukura. Tani për fund, i nderuar hoç, iftari duhet të jetë me plot ushqime, duhet të jetë me bollik, duhet të ketë shumë mishna, duhet të ketë shumë sallata, apo ka vlerë te Zoti edhe një iftar me një pjatë fasule? Sepse në për shumë tradita japin shumë rëndësi ushqimit që pozicionohet në tryezë për muajin e shenjtë të Ramazanit, sepse thot nuk është e pranueshme për shembull po të hash vetëm supë. Gjatë Ramazanit, duke ditë se nëpërmjet abstenimit nga ushqimi dhe pija, ne i arrim qëllimet finale të agjërimit, ne nuk duhet që në kohën e iftarit ta rënojmë gjithë atë që e kemi ndërtu brenda ditës, prej kohës së syfyrit deri në kohën e iftarit. Kështu që është një dukuri, thujse në gjitha shtëpit, nëse shkojmë në iftar, i shohim ato tryezat të stërmbushura, saqë nuk ke vend ku me i vëndu ato pjatat. Edhe dyqysh sikurse e kemi të planifikume, të pregaditemi që në kohën e iftarit të hajmë deri në maksimum, të ushqehemi deri në maksimum. Kjo është një kontradikt që bjen ndesh me agjërimin tonë. Qëllimi nuk është me hangër shumë. Qëllimi nuk është me ngop. Qëllimi është me rujt atë nivelin e trupit tanë gjatë ditës edhe gjatë natës. Që të mos jesh i stërmbushur me ushqim, saqë pastaj me shumë mund keme e falë edhe namazin e akşamit, edhe me shumë mund do ta falësh edhe namazin e jacis, edhe të namazin e taravis, që është domethënë veçoria e muajit të Ramazanit. Saqë shpesh edhe ankohen njerëzit, thotë kam hangër shumë, kam kështu e ashtu. Kështu që unë i kisha porosit gjithë besimtar që gjatë muajit të Ramazanit të jemi më ekonomik, gjatë iftarit edhe gjatë syfirit, që të ushqemi atë sa do të largojmë etje edhe urinë, jo të ngopemi tej mase, sa që mos të kemi mundësi edhe të marrim frymë, sepse thamë edhe më herët, se trupin e kemi emanet, edhe duhet ta kryjmë këtë emanet me përkushtimin më të madh, jo ta mbushim luktin tonë deri në atë masë, sa që edhe t'i shkaktojmë vetes problem. Kështu që edhe vetë Zoti shumë mirë thotë në Kur'an, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani, pini, ushqehuni, edhe pini nga pijet e lejuara, por mos e teproni, sepse Zoti nuk i don ata që e teprojnë. Me një farë mënyre, gjatë ditës na mundohemi ta fitojmë kënaqësinë e Zotit. Gjatë ditës na me adhurimin tonë, domethënë mundohemi t'i afrohemi Zotit. Mirë po sikurse në kohën e iftarit ne e rënojmë lidhjen me Zotin. Edhe sikurse i themi Zotit boll, mjaft, deri këtu. Edhe prej këtu na e prishmi armëpushimin. Jo, na edhe gjatë iftarit, kur ushqehemi duhet të ushqehemi me mas. Edhe gjatë iftarit na duhet të jemi të vetëdijshëm, e që të mos ushqehemi deri në atë mas sa që nuk kemi mundësi të marrim frymë. Sa që na kemi shembull më të mirë jetën profetike të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na porosit që në kohën e iftarit, sikurse ishte edhe zakoni i tij, ai jo çdo herë kishte ushqim të bollshëm, mirë po na janë transmetuar hadithet bes pas brezit,
se pejgamberi sa ndonjëherë vetëm me një hurm ka bën iftar. Po. Dhe me një hurm e ka kryer syfirin. Dhe sot e kemi simbolik. Edhe këtë e kemi simbolik. Unë mendoj se njeriu është i uritur me mendjen e tij, jo me barkun e tij. Mëse e vërtet. Edhe kur ngopet me mendjen e tij, jo me barkun e tij. E vërtet shumë. Kështu që unë mendoj dhe besoj se njeriu duhet ta kontrollon vetveten, duhet të ushqehet atë sa i mjafton, jo me tepru, dhe kështu që të jetë në vazhdueshmëri, edhe gjatë ditës, edhe gjatë natës. Se njeri kur ushqehet pak, është edhe më i lehtë, është edhe më i shëndetshëm, është edhe më i lëvizshëm, saqë nuk do të pengohet që t'i kryejnë edhe obligimet pas iftarit, madje edhe gjumin do ta bëj edhe më mirë. Dhe në të kundërtën, kur ngopemi pa mos, do të jemi të rënduar, prishet ajo që e kemi ndërtuar gjatë ditës, edhe nuk do të arrijmë qëllimin me agjërimin tonë. Hoç, unë shpresoj që fjalët e tua të shkojnë në vendin atje ku duhet të shkojnë, dhe unë jam shumë i bindur që nga respekti që gëzon tek qytetarët e tu, por njëkohësisht edhe tek të gjithë shqiptarët kudo që ne na ndjekin dhe besimtarët tanë, uroj që në këto ditë të bekuara, në këto net të shenjta, sepse çdo natë është e shenjtë në muajin e shenjtë Ramazanit, fjala juaj e ka vlerën ashtu siç e ka edhe ky muaj. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit A Më Dëgjon në kuadër të muajit shenjtë Ramazanit. Faleminderit që je gjithmonë i gatshëm për të respektuar media dhe je gjithmonë i gatshëm për të ndarë opinionin, qëndrimet dhe gjithashtu dhe atë çfarë ju keni mësuar dhe keni transmetuar gjithmonë tek njerëzimi, dhe faleminderit për kontributin tuaj që ne të jemi një shoqëri më e shëndosh, më e edukuar dhe të ruhemi nga më e keqja. Faleminderit gjithashtu edhe juve, përsëris jam i nderuar dhe i privilegjuar që jam në misionin e juaj. Ju falenderoj, ju uroj për kontributin e dhënë që i kryeni dhe i bëni këtë emisioni kaq të mrekullueshme në shërbimin e shoqërisë tonë. Ndash Zoti i Madh që lutjet të na i pranon Zoti, që të na bekoj Zoti me veprat tona, me lutjet tona, sepse ne jemi të bekuar, por bekimin ton duhet ta ndërtojmë me punën tona, me veprimet tona, ndash Zoti të jemi gjithmonë pozitiv në mendjen tonë, në shpirtin tonë dhe në punën tonë. Zoti ju shpërblet dhe faleminderit. Amin. E pra të dashur miq, ne do të ndahemi këtu sonte. Juve ju bëft mirë syfiri, gjithashtu na bëft mirë dhe ne, sepse nesër do të nisim ditën me agjërim. Do takohemi të mërkurën e radhës, deri atëherë, Zoti ju pranoj çdo lutje, falni namaz, bëni vepra të bukura, dhuroni sa më shumë nga pasuria juaj, që secili të kalojmë bukur në familje dhe të shijojmë të muajit shenjtë Ramazanit.